Ka nisur punimet për restaurimin e kullës së Turanit, një monument kulture i kategorisë të parë dhe ndër dëshmitë më të rëndësishme të trashëgimisë historike dhe arkitektonike në juglindje të vendit. E vendosur në fshatin Turan, kulla përfaqëson një vlerë të veçantë kulturore dhe historike në zonën e Korçës dhe Mërgjër. Gjatë periudhës së pushtimit osman, ajo ka shërbyer si kullë sinjalizuese duke luajtur një rol të rëndësishëm në komunikimin dhe mbrojtjen e territorit. Projekti i restaurimit financohet nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore dhe është hartuar në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Korçë. Punimet synojnë në ruajtjen e vlerave historike dhe arkitektonike të objektit si dhe forcimin e strukturës së tij për të garantuar gjatësinë e monumentit. Sipas drejtoreshës së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Korçë, Amanda Cici, restaurimi do të kryhet në përputhje me standardet dhe kriteret e konservimit të monumenteve të kulturës për ruajtjen e identitetit historik të kullës. Jemi në kullën e Turanit, monument kulture kategorisë së parë. Fal investimit të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Ministrisë Turizmit, Kulturës dhe Sportit, ka filluar faza emergjente e punimeve në kullën me vlera unikale dhe e cila mbart vlera të trashëgimisë kulturore në aspektin historik, por gjithashtu dhe atë ndërtimor, pra vlera arkitektonike. Sapo kanë filluar punimet, dhe është faza e parë e sigurimit kantierit, vendosja e skelave të jashtme dhe në pjesën e jashtme, por gjithashtu dhe në puntellimin dhe vendosja e skelave të brendshme, si do të sjellë ndërhyrjen në pjesën më të vështirë dhe konsolidimin e kupolës dhe qemerit të kullës, e cila rrezikon të shembjen. Kemi objekte të tjera për të cilat ne kemi planifikuar ndërhyrje edhe këtë vit, por gjithashtu edhe në të planifikuara në vitet e tjera. Restaurimi i kullës së Turanit konsiderohet një hap i rëndësishëm në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, duke garantuar ruajtjen e një prej objekteve me përfaqësues të historisë dhe arkitekturës tradicionale të rajonit të Korçës për brezat e ardhshëm.